Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë në fokus disa histori. Do të flasim për persona që kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e shumë të rinjve shqiptar ndër vite, sidomos në shtetin grek dhe në Itali, dy shtete fqinjë, të cilët kanë numrin më të lartë të personave të zhdukur në vendin tonë. Do e nis programi ditën e sotme me zhdukjen dhe humbjen e Skënder Ayazit, një dibran i ri i cili u nis me plot ëndra drejt shtetit grek, mbajti kontakte të rregullta me familjen, por fatkeqësisht në datën 20 qershor të vitit 1997 ai humbi çdo lloj kontakti me familjen nga arta e Greqisë. Ka kaluar plot 29 vite dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e Skënder Ayazit, që jeni duke parë foton e tij. Regjia më ndihmoi menjëherë me pasaportën televizive të Skënder Ayazit. Vit në të cilën humbi ka qenë vetëm 24 vjeç dhe nëse është shëndoshë mirë, ndodhe diku i bie plot sot jetë 53 vjeç. 29 vite që familja ende e kërkon Skënder Ayazin, edhe pse me vendim gjykate e kanë shpallur të zhdukur këtu në Shqipëri. Shpresa është ajo që vdes e fundit. Ata janë ende në kërkim për të zbuluar të vërtetën se çfarë ndodhi me vllain e tyre. Sot me mua në studio është një prej vëllezërve të Skënder Ayazit, është Gëzimi, i cili ka qenë, le të themi, bashkëudhëtar me vllain e tij Skënderin në shtetin grek dhe e njeh mirë historinë e vllait të tij. Dua ta përshëndes menjëherë. Gëzim, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje zonë. 29 vite, nuk janë pak nga humbja e vllait. Do jemi sot të dy bashkë në studio, do marrë vesh se si ka humbur kontaktet Skënderi me ju, çfarë ndodhi në Greqi, çfarë ju arritët të zbuloni dhe çfarë dyshoni sot, por më lejo fillimisht të prezantoj një kronik që gazetarja ime Klaudia ka përgatitur për zhdukjen e Skënder Ayazit. E ndjekim dhe rikthehemi. Skënder Ayazi, i cili sot do të ishte 53 vjeç, rezulton i zhdukur që prej vitit 1997, duke lënë pas një histori të mbushur me pikpyetje dhe me dhimbje për familjen e tij. Ai humbi kontaktit në qytetin e Artës, në Greqi, në një periudhë kur kishte emigruar së bashku me vllain e tij, në kërkim të një jete më të mirë, por ky udhëtim do të rezultonte fatal për fatin e të riut, pasi që prej atij momenti nuk ka më asnjë informacion mbi vendodhjen apo jetën e tij. Historia e emigrimit të Skënderit nis më herët. Herën e parë ai kishte shkuar në Greqi në vitin 1993 në Kardicë. Në vitin 1995, Skënderi niset sërish drejt Greqisë, kësaj here së bashku me vllain e tij Gëzimin. Të dy vendosen në Prevez, ku punojnë për një pension të quajtur Dimitër. Pas rreth 5 muajsh pune, Gëzimi largohet dhe zhvendoset në Larisa, ndërsa Skënderi vendos të qëndrojë, duke vazhduar punën deri në vitin 1997. Dyshohet se në këtë periudhë ai ishte larguar drejt Artës, pasi nuk ishte marrë pagesën e plot nga punëdhënësi. Pavarësisht distancës, ai mbante kontakte të vazhdueshme me familjen dhe vllain e tij. Megjithatë, çdo komunikim ndërpritet në datën 20 qershor të vitit 1997, që shënon edhe kontaktin e fundit të tij me të afërmit. Që prej asaj dite, asnjë gjurmë nuk është gjetur për Skënder Ayazin. Familja ka ngritur dyshime dhe kërkon informacion nga persona që mund të kenë pasur dieni për fatin e tij, konkretisht nga punëdhënësi i tij i fundit, si dhe nga Edmond Kolivaqi, me të cilin thuhet se ka punuar në të njëjtin vend. Sot, pas më shumë se 2 dekadash, Skënder Ayazi vijon të jetë i zhdukur. Historia e tij është rikthyer përmes emisionit Pa Gjurmë, ku dy vëllezërit e tij bëjnë apel për çdo informacion që mund të ndihmojnë në zbardhjen e fatit të tij dhe në gjetjen e të së vërtetës. Kjo është historia e Skënder Ayazit, dashur miq, kështu ai ka humbur çdo lloj kontakti me familjen dhe në këto 29 vite nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e të riut në arta të Greqisë. I dashur Gëzim, dua të pyes dhe të morë vesh ditën e sotme largimin e vllait. Ju për herë të parë u larguat me Skënderin drejt Greqisë. Dhe u vendosët ku, në çfarë vendi? Në Arta. Çfarë ndodhi me të? Po punuam deri në maj të 2005, pastaj pranaj tha nuk kam punë për të dy, dhe vllain e mbajti ose unë ika, u largova. Pra, le të themi, për herë të parë ju larguat në 1995 në drejt Greqisë, u vendosët në Arta. Në Arta, po. Jetoje me vllain, me Skënderin. Deri në maj, po. Pak muaj qëndruat bashkë? Nga janari deri në maj. Nga janari deri në maj. Çfarë pune bënit në Arta të Greqisë? Në agrume punonin portokale.
E qartë. Ti u largove sepse ai nuk kishte punë. Po. Ndërsa Marti se kishte punu 3 vite ka, një vite gjithë përpara, edhe më sa kam punë për ato, unë për mos as kam punë, edhe higa, unë largova. Dhe Skënderin i le aty, në Arta, dhe vetë u largove u zhvendose ku? Unë morën policia, më sonë për Shqipëri. Juve ju kapi policia dhe ju riktheu, po, e qartë. Unë isha për Larisa, unë e merja vëlla në telefon, nuk më dilte. Mora pronaren, edhe më doli vëlla pas në telefon. Kontaktet kanë qenë të rregullta nga 95 dhe në 1997 kur ai humbi, mes teje në 97-ës kanë qenë, po. Keni pas kontakte me Skënderin. Por çfarë tregonte Skënderi? Ka kaluar shumë vite dhe ndoshta shumë detaje nuk i mban mend, por çfarë kujton? Çfarë të tregonte Skënderi me jetën që bënte në Arta të Greqisë? Se do thotë ka lidhur një misi të ngushtë me atë pronar grek, përderisa i e mbajti dhe në punë. Ka mbajtur në punë, po përfundimi pat konflikte me pronarin. Patën konflikte. Konflikti për çfarë nisi në dijenin tuaj? Po nisi se ai kishte bën pazarmen 100.000 dhamin muaj, ai kishte 19.000 dhamin muaj e paguante. Shkaku ishte rroga. Po në fund ishte vetëm në fund i ka treguar, atë ditë që ka ikur, e kam lekë tek gjatë në fshat. Te kafeneja edhe i ka thonë, kash nuk kemi kënaqur me punë, aja ka kërkuar me këmbgule, të uani shqiptarën. Sa kam qenë këtu, sa ku ka ikë Miqo, tha. Miqo ka pasur emrin që njihej. Po është një detaj shumë i rëndësishëm që Skënderi është njohur në Greqi ose thërritej me emrin Miqo. Po ashtu e njohin. Gjithë Miqo e njohin. Ka thënë munduar në gjendje civile ka Miqo, edhe nuk emri nuk e njeh njëri tjetër. Nuk e njeh askush me emrin Skënder. Asaj modi që ka punu vite, ka pas shok, na sa ka ditë emrin e vërtet. Skënder, pra ai është njohur me emrin Miqo. Miqo Ayazi në Greqi. Tani ju zhdukeni vllajt i keni mësuar nga shoku i tij shqiptar. Ai që u ka treguar, një shqiptar tjetër ju ka treguar. Që ishte zënë me pronarin. Po, sa kam qenë këtu, kur ka i Miqo, sa u zënë me pronarin, sa pat të flite me pronarin, se nuk do të t'jap drejt gjitha. Edhe është largun nga ati, ka shumë përvez, ka një grek tjetër, ka marrë zitorin. Po? Ka ikën përvez, ka hëna ati pronarit, mi mba këto lekë, në ruajtje, kur do që të këthem, do viti më këto lekë. Unë shumë kam probleme me atë pronarin dhe për largohem. A i kështë thënë, për je afër Shqipërisë, më shumë largohë, do hiki. Për para se të niste konflikti, me sa po kuptoj unë me Skënderit dhe pronarin, ju kujtojët emri pronarit grek? Po, ka vdek. Si shto taj firat? Ka ndruar jetë, pronari grek. A i ka dashur të iki dhe i ka kërkuar parat, a i si ja ka dhënë parat e plota dhe ka nisur konflikti. Për parat rrogun që a i do merte. E në është larguar, ka marrë zëtor, se ka pas marrë zëtor punonte arat. Ka marrë zëtorin e pronarit. Në familje e ka marrë peng. Kanë bënë për konflikt, për konflikt ka në moment, nuk e ka di se që dhe do ndodhë. Po? Edhe nuk e ka thënë pronarit se ndim me më qua atje, edhe është larguar me zëtore ka shku ka grekut. Ju i kësha numën ati grekut tjetër. Ka vajtu në Prevez. Prevez, po. Me kalist që e shkadi. Po? Edhe i thotë që me i ma lekët në nruetje, pa të konflikte me pronarit, nuk i da lekë gjitha. Po e tjallë për një shumë e madhe parash në atë ko? Në atë kohë 1 milion drami kanë qënë. 1 milion drami? Jo, 1 milion e gjysmë kanë qënë. Po, për 1 milion e gjysmë. Për një shumë gogjatë madhe. Po, për shumë. Për kohën që flasim, duke ditur që edhe dramia ka pasur një vlerë gogjatë madhe në atë kohë. Dhe këto para i mori me dhuna, apo nuk i mori të gjitha? Vlla juaj? Jo, ja ka dhënë, nuk ja ka dhënë gjitha. Ja ka zbrit. I ka ullu rogën, le të themi, nga 100.000 drami, ja ka bërë në 90.000 muaj. I ka thënë se me knaqë me puna, i ka thënë, kemi bërë pazone i dukat, kam bërë konflikte dhe ka i larguar. Po mirë, vlla juaj nuk e merte rogën çdo muaj? Jo, po ku të qoja rogën çdo muaj? I lindet e pronarit? S'ke kohë, po, lindet e pronarit. Sa ashtu funksiononte në atë kohë, që shqiptarët nuk i meni... Ishte, me i majle për gjepa si mbaje dot. Se mund t'i vithnin, mund t'i umbiste dhe i lindet e pronarit dhe... S'ka pas një tafërt atje, s'ka pas asnjë tafërt, gjithë kanë qenë në jugu. A i mori parat dhe iku tek një pronar tjetër. Çfarë ndodhi? I ka ndruar, lekët është larguar, ka pësjellë zitorin aty ku e ka marrë. Po? Edhe aty ka humbë gjitha kontaktet. E marrë pronarin në telefon, këtë një shifor që ku ka punuar, thot është larguar nga unë. Është larguar me gjithë parat, apo parat i këshillën të pronari grek tjetër? Lekët i ka lënë këtij tjetri pra. Po ju lidhet me pronarin tjetër? Po pra. Me Dimitrin. Me Dimitrin, po. Ky që mbante parat e vllai tuaj. Ai më tha që mi solli lekët, ka të i majti sa vite në bankë, pastaj na i dha lekët. Ju ka kthyer? Po, na i dha lekët, jemi marrë. E qartë, lekët e vllait ju janë kthyer. Kalon 5 vite, tani tha, nuk di që tu them, tha lekët po aja, për mi që nuk di që di që është larguar, nuk di që. Ktu ka ndodhur momenti që është larguar. Por ndalemi pak, se ky është momenti, le të themi,
Thelbi, po. Thelbi i historisë zhdukja e tij. Në momentin që ai ka lënë lekët e pronarit tjetër grek, u zu me pronarin e parë, ja mori ato lekë me dhunë, le të themi, dhe për t'i ruajtur ato lekë ja kishte pronari tjetër. Çfarë i thati pronari tjetër në momentin që iku, që na më mbaj para se unë do shkoj Po do prapë, largohem në ishull në një shtet tjetër, do largohem. do largohem në një shtet tjetër. Po në shtet tjetër ose në ishull, ka thënë do iki. Çish sot e greku. Kurse me mua më tha do vi për Shqipëri, mua. Ti në telefonatën e fundit që ke folur me Skënderin të shprehur që do vi në Shqipëri. Po do vi në Shqipëri, po. Edhe Por çfarë zbuluat më pas? Ai ka marrë traktorin, e ka dorëzuar sërish pronarit të parë, po siç ka ardhur, asaj rruga këtu mbrapsh, me quhet në vend ku e ka marrë. po ka takuar në një person, Ne, ma ty s'di më gjëra i po varet. mjeti u gjet, traktori? Më në telefonat grekun, thot nuk më ka marrë zëtor, nuk di gjë. Pastaj them unë, zëtorin e ka marrë, që i ka dërguar lekët në prevez. Pra ju e kishit vërtetuar që vllai juaj kishte ikur me zetor dhe kishte Thashun, do t'jap edhe unë aty grek flasish që ai ka vetë me zëtorët, ja zëtorin e ka marrë, pa ka marrë për hall. E ka këtu mbrap zëtor, jo zëtorin e kam gjetur atje ku sipas grekut ku e kishte gjetur mjetin e tij zetorin? e kam gjetur atë keara ku e kam lënë zëtorin. Por aty në fshat, në Arta, aty ku ka humbur Po. vllai juaj, ka pasur dhe shqiptar të tjerë nga jugu, më the. Po, Po shqiptar të tjerë e kishin mësuar këtë lloj konflikti që kishte Skënderi në ato kohë me pronarin e tij grek për shkak të lekëve. Askush nuk e pa atë ditë në fshat, ose kishte takuar dikë që mund t'i kishte shprehur diçka vetë Skënderi? Ja, nuk ka qenë tip që nuk u shpreh kështu. Vetëm një nga jugu, por nga dihem, ata ishin pa dokumenta, si tregosh me të vërtetë në atë asnjë shqiptarët. E qartë, sepse Kam shqiptarët thënë kur ka ikur, tha është ka pas konflikt me pronarin, ditën e fundit ka ikur, është larguar. Në atë gjatë nuk di dëgjoj, është ai. Çfarë dyshoni Ai ju? ka qenë ora 2:30, 3 mas dite me të grekun, ora 2 me tonë, ka qenë korrik. Kur është larguar. Po. Por juve çfarë dyshoni? Se pas humbjes së vllajt, juve kush u telefonoi? Le të themi që Skënderi është zhdukur, ka ikur. Unë në ndjeka me telefon me pronarin, me atë tjetrin, Pra, ai tha është larguar. kur ju telefonuat Vllajtëm na. vllajin, ju thanë që është larguar dhe ju me njerë shkuat në Arta? Po, shkoj vllaj, po. Qerimi, vllaj që është në Vllaj tjetër. Po, ai vllaj. Shkuat në Arta dhe i takuat vetë këta shtetas grek. Po, i takoj, është larguar, i ka thonë atij vllajt. Është larguar dhe nuk di vetëm se është larguar. E ka tukon një grek të fshat, i ka thonë me një taksi. Nuk i besohet atij grekut. Është larguar me taksi. Që mund ketë faturuar një taksi dhe mund t'jetë larguar. E kishte pyet një shok i im, ka thënë do ikë për Athinë. Po kjo që unë sa më trego ku është ai që e ka takuar, ma trego atje në fshat, nuk vinte, nuk në animonte. Se nësa i do ishte larguar në Athinë, pa dyshim parat e veta nuk do t'i linde aty. Se njëri që ndron vëndin, parat, sendet personale do i marri se zhvendoset në një tjetër vënd. Se kjo të bën përshtypje, ai ka lënë parat të një shtetas grek i cili pas 5 viteve u aktheu parat, dhe vetë do ikte në Athinë. A kishte ndonjë arsye ai që të fshihej, le të themi dhe mos kontaktonte ju si vllajin tjetër, familjen? Jo, s'ka pas arsye. Mos për kontakto, ja. Keni bërë denoncim gëzim në policinë greke? E kemi bën, po, kemi bën ti gratë në fshat ku ka punuar. Është zbuluar ndonjë gjurmë nga policia greke për vllajin tuaj? Ja, s'japin. Asgjë nuk është zbuluar. Ju vetë çfarë dyshoni? Po, dishoj ma ditë ku ka hiku, kam... Dishoj se ku ka treguar ki greku shqiptarëve se ka lek, do hike. Ja ka treguar gjitha detajt, gjitha ka pas konflikte, ka qenë mërzitur në fundi. Aty dishoj, më fakt. Që mund të kenë ndodhur diçka e keqe? Këtu dishoj. Për shkak se njerëzit e kanë ditur që ai ka patur një shumë parash, por që fatkeqësisht ai si ka patur me vete parat. Sa ato para ju i morët. Ato kanë pa atë ditë ku i ka marrë lekët atë ditë. Atë ditë kemi frikë ne. Se mos ka ndodhur një gjë e keqe. Për t'i marrë parat, për t'a vjedhur dhe... Po, kjo është. Shfatkeqësi në fakt nëse do t'jetë kështu ngjarja e rëndë realisht, por urojmë dhe shpresojmë që të zbulohet e vërteta e Skënder Ayazit, një histori 29 vjeçare humbje dhe zhdukje, që nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e tij, po bisedova me si thashë, zitorin e ka marrë se harrova ta them, ndoshta sa kam thënë, se tani e harrova fjalë. Ka kaluar shumë vite dhe ke të drejtë, e qartë, por mund të më tregosh. E ka quar lekën për vezë, nuk kemi asnjë problem, lekët i ka dorëzuar vend tia ke e dhënë, e ke likuiduar, nuk i tham se, po e tham ti, zitorin ku e ke gjetë. Pastaj u mendua pak, tha, zitorin tha kam gjetë në një kanal, tha. Në një kanal? Në një kanal, tha, po kam pas shqiptar, tha. U ktheva, tha, se morëm telefon, sa i jeton në Korfuz, ki greku. E ka lekuiduar, tha, unë nisa për Korfuz, sa të jeton, edhe tha, morëm telefon, ka mos zitorin, u ktheva mrapsh.
Dhe besoj se e kam edhe atje detaj. Pra, ky detaj që u ka thënë ky shtetas, ti e përshtypin se ndoshta të keqen ja kanë bërë vetë shqiptarët vllajt tuaj. Po, sa u ktheva, tha, u futa, tha, me përpartja. Ja ka marrë policia, se ka pas një dhëndër policia, po. Edhe... Zetori që vllai juaj kishte lënë është gjetur në një kanal. E kam gjetur një kanal, se kam pas shqiptarë. Ata shqiptarët kush ishte, nuk i njoh, tha. Kjo ti e përshtypje që ndoshta shqiptarët i kanë bërë diçka të keqe për t'i vjedhur ato para? Po këtu... Apo vetë shtetasi grek do të fshej diçka dhe ka... Këtu e kam merakun, se shtetasi grek s'ka pas konflikt, ka pas edhe frikën, se ka qenë frikë. Kuptimin e asaj që nuk ta lindë të keqen, as nuk ta bënte në fjali. E qenë tipi veçantë. Ju dyshoni te pronari ti? Po këtë e thot ka shqiptar kësëtori, po ku e pyta unë e tha ka iku, e larguan me taksi. Pastaj më vonë, ku i thashun se e ka morë Zetori, ja vërtetova që... Po, Zetorin e kishte marrë. Në telefon që ka shku me lek. Atëre tha kom gjetë shqiptar kësëtori. Por se kur shqiptar nuk Këtë ditë ka qënë, polici ka pas, nuk këtë këtoj. Që është një... Me lejo të bëj një thirrje në këto momente i dashur gëzim për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë transmetim live, dhe pse është një histori shumë e vjetër, ndër vite janë 29 vite humbje të Skënder Ayazit, por ai ka humbur kontaktin nga arta e Greqisë, konkretisht në 20 qershor të vitit 1997 në arta të Greqisë e theksoi, ka qenë vetëm 24 vjeç, në atë periudhë ka patur edhe shqiptarë të tjerë emigrantë që ka njohur Skënder Ayazin, kushdo që e di të vërtetën e tij, çfarë ka ndodhur me fatin e tij, qoftë edhe më e keqja e mundshme, le të marrë guximin pas 29 viteve, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por ju mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për historinë e zhdukjes së Skënder Ayazit, një 53 vjeçar Dibran, i cili ka humbur kontaktet me familjen në vitin 1997 nga Greqia, ka qenë vetëm 24 vjeç. Vllajti i Gëzim Ayazi në pjesën e parë po më tregonte dhe rrëfeu historinë e humbjes së vllajt, si e kishte mësuar humbjen dhe dyshimet pikërisht për atë shumë të madhe parash që ai kishte marrë, dhe ndoshta familja mendon se diçka e keqe mund të ketë ndodhur atë ditë qershori të largët të 1997-s. I dashur Gëzim, në këto 29 vite, padyshim keni bërë kërkime, keni kërkuar, keni bërë denoncim në polici, ndoshta policia greke nuk ka bërë kërkime intenstive për ta zbardhur të vërtetën në atë kohë ku ai humbi, por vetë ju në familjen tuaj, qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve, kam britur ndonjë informacion që është parë këtu, është parë në këtë ishull, është parë në Athinë, keni marrë lajme të tilla? Po më lajme është parë në ishull, vajta në Patra, unë në fshat, atje se nifte njëri. Se informacionet e para erdhën sikur ishte dyshoj se jetonte në Patra? Po pra, më tha një tërpajan, takova rrugës atëherë, e tha njohë. Flasim por 1997, kur ai humbi, në atë kohë. Këtë person, tha, rrim me një përparim jatën në Patra, vajta unë atje, vajta në atë fshatin, takova një përparim jatën, ka pa qenë prokuror këtu, ja tha jo, nuk ka mundësi, po të kishte ardhur, do të kishte net me shqiptare, do kishim njoftë. Do në informacion që ju e verifikuat dhe nuk zbuluat asnjë gjurmë të vllajt tuaj. Informacionet të tjera ndër vite kanë ardhur për vllajin? Jo. Asgjë. Po nuk besoj se kam thënë, ke pronari, ke Dimitri. Po. Ky Dimitri më ka thonë që... Pronari që i mbajti lekët, apo ai që... Ai që i mbajti lekët. Në Preves. Pronari që i ruajti lekët për 5 vite dhe u dha ju, po? Edhe ka pas një dhëndër në polici. Po? Edhe më tha mua, tha që policia din, tha, po nuk jep informacion sepse ka pas konflikt me pronarin. Tani, kjo din, unë dyshoj që policia din. Po këto të Interpolit e shtetin oshta nuk e kanë, se për njës të hunë, nuk para në ndjekin shumë, nga shtetërore. E qartë, pra, ju keni mësuar një informacion nga pronari grek, që ju ka ndihmuar, le të themi, edhe për mbajtjen e parave të vllajt, që ai ka pasur konflikt me pronarin dhe ndoshta policia greke e fsheh këtë konflikt. Po, tu dyshoj. Dyshoni se mund të kenë ndodhur, le të themi, Ne ke policia edhe mund të zbardhët që ishte, tani e ka vdekë pronarin. Ai shtetas grek ka ndruar jetë. Ju mendoni se ai ka bërë diçka të keqe vllajt tuaj? Unë mendoj që... Sa i parat ja dha? Nga i noti ka thonë shqiptarëve që do hike, u ka dhe në orën, në rajnë, të gjitha. Këtu mendoj unë për... Dhe ndoshta janë vetë shqiptarët që mund t'i kenë bërë keq. Për t'i grabitur ka pas probleme shumë shqiptarët. Të zonë ka pas më ndjek shumë për lek shqiptarët. Në arta të Greqisë. Ka pas ndjek në atë zonë shumë.
ndjekshin. Ka historira fatkeqësisht që shqiptarët kanë vrarë njëri tjetrin për vjedhje, kanë vjedhur para, kanë vrarë njëri tjetrin në shtetin grek dhe kjo është e kuptueshme dhe e besueshme. Një pjesë punonin, tjetrin pa apo i ndjekshin ku flen, ku rrin, edhe u shkonin. Vetëm për të vjedhur parat. Në Greku nuk badën për shtëpia, kepte lekë të hik. Kishin kohë shumë të vështira atëherë. I dashur Gëzim, këto histori janë goxha të vështira. Realisht, historinë e Skënder Ayazit ne kemi sjellë në fokus dhe përpara shumë viteve tek studia e vjetër, por realisht jo se ka patur informacione. Janë histori që kanë shumë vite të humbur, kanë ndodhur përpara shumë kohëve, të vështira nga ana jonë për të bërë kërkime, por doja të pyesja, duke ditur që kanë kaluar 29 vite dhe ju e dyshoni që ka ndodhur diçka e keqe, se kudo që të ishte vllai juaj, ishte njoftuar. do kishte gjetur mënyrën për të njoftuar. Edhe në burg të ishte të dënuar me 30-40 vite burg, ai do gjente mënyrën për të telefonuar me familjen. Jetojmë në 2026 dhe teknologjia ka avancuar kaq shumë sa në të qindën e sekondës njerëzit lidhen nga njëri skaj në skajin tjetër të botës. Ju dyshoni se ka ndodhur diçka e keqe? Jeni munduar të bëni një kërkim në morg për trupat e pa identifikuar pas 97-ës, për herë këtë gjë u jap si këshill familjarëve që kanë persona të humbur ndër vite dhe e dyshojnë se mund të ndodhë diçka e keqe. E keni bërë një verifikim të tillë në Greqi? Fatkeqësisht ka shumë shqiptar. Në Greqi nuk i don shqiptar. Po e them shqiptarë, nuk. Jo, po gjërat kanë ndryshuar. Nuk besoj që sot në 2026-ën. Kanë ndryshuar, po kanë shumë vite tani. Absolutisht, kanë kaluar shumë vite, por nëse janë gjetur trupa të pa identifikuar dhe mund të themi morgu, çdo morg në çdo vend të botës, përpara se të varrosi një trup të pa identifikuar pa emër, ka një dosje të çdo trupi të pa identifikuar dhe duhet bërë një verifikim, sepse mua më kujtohet historia e një vajze shqiptare nga Berati të trafikuar që në 96-ën, e cila u gjetë 2022-shin e varrosur në Itali, varr pa emër, ku familja nëpërmjet morgut arriti ta identifikojë dhe eshtrat t'i rikthejnë në Shqipëri dhe ata kanë një varr ku ta qajnë. Unë uroj që historia e vllait tuaj mos të jetë kështu, uroj që ai të jetë gjallë, por ky është një verifikim shumë i rëndësishëm që duhet bërë realisht. Nga Interpoli, nga Jo, shko në shtetin grek, unë do të tregoj të gjitha procedurat, i njoh mirë këto procedura, pas kujtave do të informoj se ku duhet të shkoni, po duhet ta bëni një rrugë në Greqi, të shkoni në institucionin përkatës për të bërë një kërkesë dhe dosjet që janë për t'i parë dhe pastaj gjithçka e vërteton analiza e DNS-së, është ajo e fundit. Por duhet ta bëni këtë gjë dhe unë do të informoj dhe pas kujtave. I dashur Gëzim, ju jeni sa motra dhe vëllezër? 9. 9 motra dhe vëllezër dhe 4 motra. me jetë, ajo që ju mungon është Skënderi, njëri prej tyre që fatkeqësisht është një plagë e madhe për. Që thon shumë më gjithë këto vite. Është vëlla. Prit. Ishte më i vogli në familje? Jo, i dyti pas me ka qenë. I dyti. Dhe kuptoj që mungesa e tij në familje është e madhe, është një plagë e hapur tek ju. Plagë e pashërueshme. Të besoj. Plagë shumë, nëna është gjallë akoma, pret. Sa vjeç shkoi nëna? 80. 80. Po të ta di të vërtetën asgjë më tepër. Dhe kuptoj se nuk është mirë puna, po vetëm ta di të qetësohet shpirti. Se ku vdes e varrosë di ka dhënë Zoti. E kuptoj atë nën. Një plagë, një dhimbje në zemër për të birin e saj. Vetëm ta di se të vërtetën sa di gjallë në shtëpi. Për prindër shumë je prind vet. Regjia të na ndihmoi edhe një herë me foton e Skënder Ayazit, 53 vjeçari Dibran që fatkeqësisht ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij, e theksoi qershorin e vitit 1997 nga arta e Greqisë. Jeni duke parë foton e Gëzimit, ka qenë i ri sigurisht në këtë foto, diku sa vjeç mund të qenë kjo foto Gëzim? 24 ishte kur humbi. Po. Mund të qenë 23. Pa i ri, s'ka pas ka para mengjira në atë kohë. E qartë, flasim për vitet e para, mund të qenë dhe më i vogël në këtë foto, po kjo është kujtimi që keni nga vllai. I vetmi kujtim. Vetë kujtim, po. Ai ka qenë 24 vjeç kur humbi kontaktet me familjen dashumiq, nëse është ndoshta mirë, është gjallë, ndodhe diku, sot i bie të jetë plot 53 vjeç. Unë dua të bëj thirrje gjithë shokëve dhe miqve të Skënder Ayazit, ata që e kanë njohur Skënderin, këtë të ri Dibran, i cili ka jetuar prej 3 viteve në zonën e Artës. Sa i emigroi në vitin
emigroi në vitin 1995 deri të Greqisë dhe derisa humbi deri në qershorin e 97-s ka jetuar në arta të Greqisë dhe padyshim ka takuar shumë shqiptar në arta të Greqisë që e kanë njohur Skënder Ayazin, i cili i mbahej si një djalë punëtor i ndershëm dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e tij. Por dikush që mund ta di këtë histori, mund të na ndihmojë ditën e sotme pas 29 viteve të marri guximin, e them qoftë anonim, të na telefonoj, të na dërgoj një mesazh. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, keni 2 numra poshtë ekranit, por mund të na shkruani edhe një mesazh në rrjetin tonë social në Facebook Pa Gjurmë Report TV. I dashur Gëzim, e nisëm bashkë dhe sigurisht do e mbyllim bashkë, besoj si Liria, edhe ti ke një mesazh ditën e sotme në emër të gjithë familjes dhe sidomos në emër të nënës, ajo që e pret në shtëpi një aber për djalin. Kush është mesazhi që do përcjellje sot? Për të gjithë ata që na ndjekin, që mund të dinë të vërtetën e Skënderit. Për gjithë ata që na ndjekin, nuk kanë mesazh që vetëm të japin një informacion, të japin një detaj, vetëm dalin një realitet. Du realitet, asgjë më tepër. Ka kaluar shumë vite që vetëm ta dinë të vërtetën. Asnjë gjë më tepër. Ju jeni përgatitur shpirtërisht që çfarë do që të ketë ndodhur me fatin e tij, qoftë dhe më e keqja. Çdo gjë që të ketë ndodhur, vetëm ta dimë realitetin dhe aq që sot shpirti. Me vendim gjykate ju e keni shpallur të zhdukur vllajin. Ai është me vendim gjykate i zhdukur, sepse jeta vazhdon dhe firma e tij duhet në familje për çdo shitje që ju mund të bëni dhe është e kuptueshme që duhet një vendim gjykate të shpallet i zhdukur që firma e tij mos të merret më parasysh dhe është e dhimbshme. Besoj e keni përjetuar të gjithë në familje, por uroj dhe shpresoj të zbardhet kjo e vërtet. Unë uroj që ditën e sotme të ketë lajme dhe informacione për vllajin tuaj, dikush e them të marri guximin dhe të telefonojë anonim të na tregojë një të vërtetë çfarë ndodhi me Skënder Ayazin. Të falenderoj dhe ty Gëzim që të pata në studio, do mbetemi bashkë në kontakt. Falenderoj Gëzim. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq për të vazhduar misionin tonë me të tjera histori. Do të sjell ditën e sotme në fokus historinë e këngëtarit nga Elbasani Renato Hamza, i cili ka humbur kontaktet me familjen në 29 qershor të vitit 2014. 12 vite nga zhdukja e Renato Hamzës dhe ende nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e tij, i cili ka qenë vetëm 22 vjeç. Jeni duke parë foton e Renato Hamzës, një histori që është trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë, por që fatkeqësisht ende nuk është zbuluar asgjë për fatin e Renato Hamzës. Dua sot ta sjell në fokus me shpresën që dikush është duke na ndjekur mund të marrë guximin dhe të na telefonojë, dhe pse u dyshua se diçka e keqe ndodhi mbrëmjen e 29 qershorit të vitit 2014, kur ai doli me shapka nga shtëpia, nga një telefonat që i mbriti në celular dhe nga një moment nuk u kthye në shtëpi. Historia e tij vazhdoi me vite të tëra hetime nga policia, u gjet një trup i pa identifikuar vetëm disa kilometër larg qytetit e Elbasanit, u varros si varr pa emër, u bë zhvarrimi për të pritur një analizë ADN-je nga nëna, por ende nuk është verifikuar asgjë dhe ngriten pikpyetje të mëdha. Pse kjo nën nuk ka marrë një përgjigje nga institucione për trupin e pa identifikuar që u zbulua fill pas zhdukjes së Renatos, i cili u varros një varr pa emër në zonën e Librazhdit. Unë dua të prezantoj historinë e zhdukjes së Renato Hamzës dhe rikthehemi në studio. Familja e Renato Hamzës ende nuk ka asnjë përgjigje nëse eshtrat e zhvarrosura nga autoritetet në varrezat publike të Librazhdit në nëntorin e vitit 2022 i përkasin apo jo 21 vjeçarit të zhdukur në vitin 2014. Punonjës të policisë, krimeve dhe mjekësisë ligjore kanë ardhur dhe kanë zhvarrosur eshtrat e këtij trupit pa jetë. Pasi do të bëhet një krahasim i ADN-s së këtyre eshtrave dhe nënës së Renato Hamzës. Prokuroria e Elbasanit rihapi hetimet kur pas zhvarrosjes së eshtrave të pa identifikuara nga mbetjet kockore u morën kampione ADN-je me dyshimet e forta se i përkasin të riut nga Elbasani. Unë e kujtoj fare mirë, në 2019, kur ti ke qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë, më ke treguar pikërisht për këtë trup të pa identifikuar që është gjetur dhe është i thërritur në atë kohë nga policia. Jo se më ka thërrit, as policia, as prokuroria. Kam tentuar unë vetë, kush e di sa herë, derisa më morën, jo një herë, po 2 herë më kanë marrë ADN-n, edhe kur nuk më sollën një përgjigje. E megjithëse këtë gufom që ishte gjetur, e varrosën pa i bërë një ADN. Edhe nëse ishte kjo gufom para 8 viteve, askush nuk e mori të bënte një analizë. Trupi është varrosur tani, përpara pak ditëve.
Po çfarë mund të shoh unë, çfarë mund të njoh unë kur aty janë vetëm meshtra? Jo, ti nuk mund të identifikosh. Unë nuk jam ekspert, edhe një ekspert po s'bërja dënë nuk mund ta përcaktoj kush është. Shtatori në një viti më parë, arrestimi në Kolumbi i Denis Klironomit, të njohur me pseudonimin Gucci, risolli në vëmendje një dosje të vjetër, atë të rëmbimit dhe zhdukjes së këngëtarit të Tallavas, Renato Hamza. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se ka dyshime të forta se këngëtari i muzikës Tallava Renato Hamza mund të jetë ekzekutuar nga një grup kriminal që operon në zonën e Shqipërisë së Mesme, pasi për të riun kanë pasur dyshime se mund të ketë qenë dëshmitar i një ngjarje kriminale që ky grup kishte kryer. Me rihapjen e hetimeve, prokuroria e Elbasanit ka mundur të sigurojë indicie të reja, çka ka shtyrë që të marrë edhe vendimin për zhvarrosjen e skeletit të gjetur. Djali aty thjesht ishte një lokal bas lotësh. Ka hyrë, ka bler një loto e ka dalë. Këtë e mendoni ju apo ju a ka thënë atë kohë djali? Tu kam qenë, unë kam bler një loto, tha, dola, tha. Mbas dhe sa minuta u habit djali, tha që ka bërë një vrasje këtu, tha. Nuk është rritur asnjëherë Renato nga policia? Asnjëherë. Ndërkohë që veprimet e ndërmarra 4 muaj më parë nga autoritetet, ndezën shpresat se mund të shkohet në zbardhjen e fatit të 21 vjeçarit Renato Hamza, ende familjarët nuk kanë asnjë përgjigje konkrete, ndërkohë që afati 45 ditor për dhënien e përgjigjes pas marrjes së kampioneve të ADN-s ka kaluar. Kjo është historia e Renato Hamzës, dashur miq, babai i një vajze, cili e la vetëm disa muajshe kur u zhduk, sot ajo është 12 për 13 vjeç dhe fatkeqësisht nuk e njeh babain e saj. Kushdo që e njeh historinë e Renato Hamzës, 34 vjeç sot, kur humbi ishte 22 vjeç, dhe lindja Elbasan humbi nga qyteti i Elbasanit në 29 qershor të vitit 2014, të marrë guximin dhe të telefonojë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Nga historia e Renato Hamzës do të kalojmë tek historia e Lulzim Monës, do të jemi në Librazh, në kërkim të 48 vjeçarit, nga fshati Gjyri i Librazhdit, që u zhduk dhe humbi kontaktet me familje në 16 janar të vitit 2016, përpara 10 viteve dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Por kush është historia e Lulzim Monës dhe çfarë dyshojnë familjarët? Ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Lulëzimi është vëllai i 2 motrave dhe 5 vëllezërve, rritur në një familje të madhe dhe nga nevoja për të kontribuar sadopak në ekonominë familjare, Lulëzimi emigroi që herë drejt Greqisë. Në atë kohë, Jati Rizaj punonte si minator, ndërsa ëma Malie në kooperativ, me të larguar në tokën Helene, ai jetoi në Veria, ku vendose dhe të punoi në punë të ndryshme. Shkonte e vinte hera herës, punonte me sezone, ndërsa me të mbushur të 26 vite, vendos të marrë një tjetër vendim për jetën, të martohet. Fati i trisht i kishte rezervuar një të papritur të madhe, pa e filluar ende jetesën në çift, 3 ditë martesë, Lulëzimit i vdes bashkëshortja, trishtimi ishte i madh për të, ai ishte njëri që mendonte të ndërtonte një jetë të re. Në vitin 2007, Fati do ta njihte me Valentinën. Sot ata kanë 2 fëmijë, Giulianin dhe Mikelën. Pa kohë qëndruar në fshat dhe u zhvendosën në qytetin e Librazhdit, morën atje një shtëpi me qera, ndërsa Valentina ishte e papunë. Lulëzimi punonte ku të kishte mundësi. Jeta vazhdonte, por edhe kësaj here, Lulëzimi nuk do të gjente qetësi. Ai ndahet nga Valentina pas 5 viteve martesë, u divorcua në vitin 2012, fëmijët në bazë të ligjit kaluan nënës, ndërsa kjo e fundit u rimartua me një person tjetër. Fëmijët jetonin me njerkun dhe nënën e tyre, ndërsa Lulëzimi vijoi të punonte ku gjente punë, deri në Imar dhe Vlorë, si argat. Punonte me javë larg shtëpisë, e më pas kthehej takoi me familjarët në Librazhd, por në datën 16 janar të vitit 2016 ishte dita e fundit që Lulëzimi u përshëndet me familjarët, ndërsa u duki qetë atë ditë. Ai po oj se do të nisej përsëri në Imar për të punuar, por Lulëzimi që nga ajo kohë nuk u bë kurrë më i gjallë. Familjarët bënte denoncimin në polici, por asnjë të dhënë nuk ka për fatin e 48 vjeçarit. Kështu ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij, Lulzim Mona, 48 vjeçari nga Librazhdi, i cili doli nga shtëpia në 16 janar të vitit 2016 përpara 10 viteve dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Edhe për Lulzim Monën u bë thirrje dashurmiq, kushdo që ka informacion është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Jemi sërish bashk live për të vazhduar me historinë e Sokol Tufës, një 46 vjeçar nga Nikla dashurmiq, i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij në 29 nëntor të
vitit 2004 dhe nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e 24 vjeçarit asaj kohe. Nëse është shëndoshë mirë dhe ndodhet diku, Sokol Tufa i bie sot jetë 24 vjeç. Dua të prezantoj dhe materialin e humbjes që kemi përgatitur për Sokol Tufën dhe rikthehemi në studio. Sokol Tufa rezulton një humbur për familjarët që prej nëntorit të vitit 2004. 45 vjeçari nga Nikla ishte babai një vajze 18 muajshe, kur u zhduk në drejtim të paditur, pasi doli nga një biznes privat, mobiljerie, ku punonte prej kohësh. Nënës e tij Kimete i komunikoi se po shkonte për në punë, por që prej 29 nëntorit të vitit 2004 nuk është bërë më i gjallë. Të shqetësuar, familjarët u drejtuan pronarit të biznesit, ku Sokoli punonte, duke pyetur mbi atë se çfarë mund të kishte ndodhur ditën që ai u zhduk. Familjarët asaj kohe mësuan se Sokoli ditën e 29 nëntorit kishte dalë për të konsumuar një kafe i vetëm, por nuk ishte kthyer më në vendin e punës. Shqetësimet dhe problemet e vazhdueshme kishin nisur që në Vogëli, ku pati pësuar një aksident në këmbë, e më pas kishte humbur një rëndor në një tjetër aksident në punë. Më herët kishte emigruar drejt Greqisë, por pasi ishte kthyer, kishte vendosur të krijonte familje në Nikël, aty ku dhe banojnë sot nëna, vëllai, motra dhe vajzën që la foshnjë. Pasi Sokoli humbi gjurmët, bashkëshortja e tij u martua me një shtetas serb, aty ku jeton ende dhe sot. Vajza qëndroi me nënën në Serbi deri në moshën 13 vjeçare, ndërsa sot jeton në Nikël me gjyshen nga babai. Ishte shumë e vogël në kohën kur i ati u zhduk, ndërsa e ka mundur të njohë imazhin e tij vetëm në foto dhe përmes kujtimeve familjare. Kjo është historia e Sokol Tufës, dashurmish. Nëna e tij ka qenë shpeshherë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe ka kërkuar ndihmë për gjetjen e djalit, i cili u largua për në punë, drekoi atë ditë me nënën e tij dhe nuk u kthye më. Dhe pse informacionet kanë ardhur se dyshohet Sokol Tufa mund të ketë nisur një jetë së re, ai la bashorten me vajzën në shtëpi dhe u largua në drejtim të paditur, por nuk dihet realisht çfarë ndodhi me fatin e Sokol Tufës. Dyshohet sipas informacioneve se mund të ketë nisur një jetë e re dhe ndodhet në Selanik, por ende kjo e vërtet nuk dihet. Ndaj kushdo që një Sokol Tufën, nëse ai është shëndoshë mirë, është gjallë, ndodhet diku, të marrë guximin dhe të telefonojë. Mirë, me historinë e Sokol Tufës kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrorat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish. Ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë live nga Hanan të Premte ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.